Pikërisht, Dërantina, nga këtu ne kalojmë nga kjo informacion pak në një tjetër diskutim për të bërë, vetë se kësaj radhe do të diskutojmë për problematikat, tensionet në geopolitikën në përgjithësi. Një deklarat e fundit e presidentit Amerikan, Donald Trump, ka tërhequr vëmendje të madhe në opinionin publik gjithandej. Ai në një intervistë për mediat së fundmi ka treguar se dy konfliktet më të mëdha aktuale mund të përfundojnë në të njëjtën kohë, duke i referuar pra luftës në Iran dhe asaj në Ukrainë. E kjo menjëherë ka ardhur pas një bisede që pati me presidentin rus Vladimir Putin. Trump, në anën tjetër, është shprehur optimist për një zgjidhje të shpejtë, ndërsa situata në terren po vazhdon të mbetet e tensionuar me gjithë ato të cilat po ndodhin në lindjen e mesme e gjithashtu edhe në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës. Çka fshihen pas këtyre deklaratave, sa reale mund të jetë që lufta të përfundojë së shpejti, gjitha këto do i diskutojmë gjatë kësaj pjese bashkë me njohësin e geopolitikës, zotrin Endri Tafani. Tafani, përshëndetje. Përshëndetje. Një deklarat e Trumpit së fundmi pas një bisede që pati me Putin mori shumë vëmendje. Ka kohë që është mbet në hije zhvillimet mes atje që ka ndodhur mes Ukrainës dhe Rusisë, për shkak të zhvillimeve të njëpasnjëshme në luftën mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa e vërtet mund të jetë një gjë e tillë, marr parasysh që as për njërin as për tjetrën nuk duket se ka hapa pozitiv. Dallim nga konflikti që është në Iran, për konfliktin në Ukrainë nuk është se ka ndonjë, po themi, as në dorë tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke filluar që nga ardha e Trump në pushtet në 2025-ën, nuk ka mendim ushtarake dhe as financiare nga ana e Shtetit Bashkuar në drejtim të Ukrainës. Dhe jo vetëm kaq, po dhe armët që janë porositur me lekët e europianëve për të blerë në Shtetet Bashkuara për Ukrainën, nuk është se janë dorëzuar me justifikimin që janë përdorur ose në drejtim të konfliktit në vitin e kaluar kur Izraeli pati luftën 12 vitore, ose në rastin e tanishëm kur gjithë ato që janë porositur kryesisht bateritë e raketave Patriot të tjerë, janë harxuar në mënyrë masive gjatë këtij konflikti. Kështu që realisht marrëdhëniet e Shtetet Bashkuara të Amerikës me Ukrainën në këtë moment nuk janë në po atë nivel që kanë qenë në 2024, në të cilën Ukraina ishte realisht e varur nga armët amerikane dhe nga ndihma financiare dhe ushtarake amerikane. Tashmë vetmi bashkëpunim që ndodh midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Ukrainës është për sa i përket Starlinkut, i cili vepron në territorin e Ukrainës dhe nuk vepron në territorin e Rusisë, dhe në ana tjetër zbulimi apo inteligjenca. Duke qenë se janë në këtë nivel, nuk është se kanë dhënë mundësi presioni shumë të madh Trump mbi Ukrainën për të vendosur apo për të kryer, po themi, për të detyruar që të bëjnë. Si? Po, thash, pse zoti Tafani ndoshta kjo deklarat e tij vije në këto momente, me qenë se po thoni se nuk ka edhe mundësi të ndodhë diçka e tillë. Po, kjo deklarat vjen në kuadër të deklaratave të Trump për të mbajtur, si thua, mbajtur lart bursën. Duke thënë që bursa domethënë është në nivelet e saj rekordit historik, pavarësisht se çmimi i naftës sa vjen dhe rritet, nuk është reflektuar akoma në tregun e aksioneve, tregun financiar. Dhe një nga kujdeset e mëdha të Trump është që pikërisht kjo, pra që bursa mos të shkojë, pra mos të zbresë zakonisht shumë. Në kuadër të kësaj mundohet ta menaxhojë gjithë situatën duke folur për mundësinë e arritjes së një marrëveshje paqe, për mundësinë, po themi, e zgjidhjes konfliktit për një herë, apo që Irani ka për të pranuar kërkesat e tjera, pra është më tepër një lojë marketingu që bën Trump për të zbutur efektet ekonomike që ndodhin nga mbyllja e butësisë së Hormuzit.
Kështu që është më tepër PR se sa realisht diçka që më të ndodh. Dhe çfarë interesash, po themi, strategjike, apo janë këto që i përmendet që të largohen ndoshta deri diku edhe vëmendja, çfarë interesash strategjike mund të fshihen, po themi, pas këtij optimizmi publik, të cilën Trump vazhdimisht e shpreh në deklaratat e tij, mirë po janë shpesh deklarata të cilat edhe nuk materializohen, po themi. Interesi Trump është kryesisht që të mbajë në kontroll tregjet financiare. Pra, ky është interes strategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse një katastrofë në tregjet financiare për të mbylljen kushtet të Hormuzit do detyrohet pastaj Trump që të heqë dorë nga ky konflikt. Pa arritur asnjë rezultat, dhe kjo do ishte një dështim strategjik për Shtetet Bashkuar të Amerikës, por njëkohësisht do ishte dështim personal edhe për Trump, i cili është angazhuar shumë në këtë çështje. Për këtë arsye, ai mundohet që vazhdimisht të mbajë të qeta tregjet me deklaratat që bën, njëkohësisht presionet që ka bërë ndaj i cili tashmë do zëvendësohet nga një njeri i Trump, i cili është më i bindur ndaj Trump, ndaj kërkesave që ka për normat e interesit e tjerë. Pra, ajo që Trump po mundohet për momentin është të mbajë nën kontroll atë që është një krizë ekonomike dhe financiare që mund të ndodhë në qoftë se kriza e ngushtisë së Hormuzit ka përzgjatur për kohë të gjatë. Me sa duket ka përzgjatur për kohë të gjatë, sepse Trump tashmë është i bindur që mund të arrijë rezultat nëpërmjet bllokadës që i ka bërë Iranit. Dhe tashmë është situata kush do të dështojë pari ekonomikisht, Irani apo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Para se të kalojmë, ndoshta do të komentojmë edhe zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, edhe një çështje për Ukrainën, zotri Tafani. A ka gjasa që fuqitë e mëdha të bëjnë një marrëveshje për Ukrainën dhe sa ka gjasa që e njëjta ti pranoj këto marrëveshje? Për momentin është shumë e ulët mundësia për të ndodhur një diçka e tillë. Aq më tepër që ka ndodhur që në këtë moment, para një jave, u zhbllokua dhe një kredi për 90 miliard eurosh e Europës në drejtim të Ukrainës, e cila e kishte nevojë jashtëzakonisht shumë për këto fonde europiane. Pra, e ka të financuar, si thua, edhe këtë pjesën e konfliktit për këtë vit, po edhe për vitet tjetër. Kështu që jo vetëm që ka të financuar, por kapacitetet prodhuese të Ukrainës janë shtrirë edhe në drejtim të vendeve të gjirit, ka pasur bashkëpunim me vendet e gjirit për dërgimin e, po themi, dronëve, antidron, që Ukraina ka eksperiencë më të mirë për të përballuar ato që janë dronët shahid e tjerë. Njëkohësisht ke një lëvizje të Ukrainës në drejtim të Sirisë dhe Turqisë, duke krijuar një aks nga Ukraina, Turqia dhe Siria, një aks vertikal, i cili në një farë mënyrë po del si një pol në rajon, pra duke qëndruar Turqia si urlidhëse midis Ukrainës edhe Sirisë, e cila ka nevojë po themi për grurin Ukrainës apo edhe për mbështetje që mund të marrë nga Ukraina. Dhe pozita e Ukrainës tani është më e mirë se sa ishte përpara një viti kur Trump bënte presion për arritjen e një marrëveshje paqe shumë shpejt. Kështu që është e vështirë që tashmë Trump, i cili ka prishur, po themi, edhe marrëdhëniet në një farë mënyrë me NATO dhe me vendet evropiane, për sa përket krizës së Iranit, të ketë mundësi të ushtrojnë mbi to po të njëjtin presion, të cilin mund ta ushtronte një vit më përpara. Pra, duket i vështirë për momentin një arritje një marrëveshje paqe në Ukrainë, dhe për më tepër ajo që është vëmendja kryesore e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është më dash Ukraina, sesa është pjesa e konfliktit në Iran. Pikërisht, zotri Tafani, pra duket jetë e vështirë edhe përfundimi i konfliktit mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, sidomos kur në tavolinë për diskutim janë dy çështje kryesore për cilat asnjëra nuk është se po lëshon pe. Pra kemi të bëjmë me ngushticën e Hormuzit dhe më pas me krijimin, ndalimin për të krijuar armët bërthamore. Së fundmi iranianët propozuan që të hiqen
sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj tyre në mënyrë që këta ta lirojnë ngushticën e Ormuzit. Një kërkesë e tillë e cila u refuzua menjëherë, ndërkaq para pak ditësh pati lajme se po prodhohen dhe po vazhdon prodhimi i kokave uraniumit, i cili më pas ka të bëjë edhe me këto kokat bërthamore për cilat ne diskutojmë shumë shpesh. Dhe duke i parë dy çështje të tilla, sa larg është një marrëveshje? Marrëveshja është larg për shkak të mënyrës se si ka rrjedhur ngjarja deri tani, po edhe për shkak të mënyrës se si Irani në vetvete ka të pushtet që ka. Situata ekonomike në Iran nuk është e mirë. Për ata që janë, po themi, popullsia atje, edhe përpara se të ndodhte konflikti, nuk është se situata ekonomike ishte mirë. Nëse mbani mend, fillim vitit pati protesta masive që ka pasur me 10.000 vrar në radhë të protestuesve, dhe ka qenë protesta të cilat kanë qenë ndodhur për shkak të inflacionit lartë, për shkak të mungesave të energjisë, pra është shumë element të një krize ekonomike në Iran që në fillim të viti. Dhe tani nuk duhet të harruar që tashmë po bëhet 1 muaj e gjysmë, 2 muaj që ka filluar kjo luftë, dhe që nga fillimi i luftës janë shkaktuar dëme jo vetëm në infrastrukturë, po njëkohësisht Iranit janë bllokuar dhe të ardhurat që kishen nga shkitja e naftës, dhe njëkohësisht janë bllokuar dhe fonde nëpër banka në të cilat kanë qenë fondet iraniane. Pra, bankat që kanë qenë për shumë në vendet e Xhirit janë bllokuar për shkak të kërkesave që ka bërë restriksionet që ka vendosur Shtetet e Bashkuara. Dhe nuk janë bllokuar vetëm ato që janë në tregtia e naftës, por është bllokuar njëkohësisht tregtia në total. Pra, bllokada nuk ka të bëjë vetëm me naftën, por ka të bëjë edhe me produkte të tjera të industrisë së rëndë apo industrisë së lehtë. Edhe gjitha kjo pastaj e çon situatën ekonomike shumë të vështirë. Por për një regjim diktatorial siç janë ata të Iranit, nuk është se kanë problem shumë të madh që populli vuan, nuk e kanë problem për shembull që edhe nëse populli të ngeli pagukët dhe të dalë rrugëve të kthejnë armët kundër popullit, sepse kanë demonstruar një gjë të tillë. Kështu që situata realisht mund të zgjasë për një kohë më të gjatë se sa mund të mendohet. A ishte parashikuar nga fillimi të honi keq fare ana ekonomike në Iran? A ishte parashikuar qysh nga fillimi që do të zgjaste kështu, apo Trump e kishte menduar se do ta ketë më të lehtë me Iranin? Sepse mbaj mend në deklaratat e tij kur sapo nisi kjo sulmet ndaj Iranit, tha se gjithçka është shkatruar, brenda 10 ditësh përfundon gjithçka. Më pas ne pam që pati ende sulme, në anën tjetër ka përsëritur disa herë se nuk kanë çfarë të sulmojnë më në Iran, dhe duke i parë gjitha këto deklarata të Trumpit. A duket se gjërat realisht nuk shkuan ashtu dhe siç e kishte menduar? Po, mbase edhe nuk ka qenë kjo, pra mund të ketë ndërsuar jo aq anën e aspektit ushtarak, po anën e aspektit politik. Pra, në momentin kur ti shkatron çfarëdo lloji infrastrukture ushtarake apo infrastrukturë tjetër, dhe realisht arrin ato që quhen fitore ushtarake, të duket sikur kundërshtari nuk ka më mundësi të kundërshtojë më tutje dhe s'ia vlen, pra një qeverisje e cila mund të jetë logjike dhe që ka për zemër se tua është interesat e popullit, unë të gjej një zgjidhje. Por nuk është rasti i Iranit. Kemi të bëjmë me një regjim i cili për sa kohë që arrin të paguaj, po themi, atë që është trupat e gardës revolucionare, apo trupat bazishme të cilat mbanë kontroll politik, pjesën po themi, edhe të politik bërjes, po edhe pjesën e rendit në rrugë, për shkak të monopolit të dhunës, duket sikur do jetë e vështirë që të arrihet një rezultat i shpejtë. Është një lloj si puna e Hitlerit. Hitleri faktikisht kishte gjithë ato disfatë ushtarake, e megjithatë luftoi derisa u futën në Berlin.
Pra, po të ishe për Hitlerin, mund të ishe zgjuar edhe gjithë kombi gjerman, nuk e kishe problem. Ke pak a shumë të njëjtin mentalitet. Janë njerëz të cilët e kanë darë mendjen që do luftojnë deri në moment fundit pa ja ndjerë se çfarë po ndodh me popullin iranian. Dhe ironikisht i kanë fëmijët, parafisin dhe njerëzit e tjerë i kanë në perëndim. Me vila, po themi duke bërë jetë luksoze për shkak të aksesit që kanë pasur në fonde. Ata që janë krerët e gardës revolucionare, ata që janë mullat, gjithë ata që kanë qenë në pushtet. Edhe ndërkohë që fëmijët e tyre jetojnë në luks në perëndim, nuk e kanë problem që popullin e tyre ta lënë pa bukë. Ky element ka ngelur i base i pa llogaritur nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra kanë menduar që në momentin që ne do arrijmë një fitore mbi shkatrimin atyre që janë objektive, unë do kemi ca njerëz logjikshëm që do ulen tavolinë për të mos lejuar shkatrimin e tyre të vendit. Po, me sa duket ata njerëz aty nuk e kanë problem të shkatrojnë gjithë vendin, mjafton që ata të rrinë pushtet. Nuk janë as të parë ata të diktatorë që e bëjnë. Dhe zotëri Tafani, për kë mund të themi se ndoshta është humbja më e madhe në këtë mes? Po, e para, humbja më e madhe në këtë moment është populli iranian. Situata ekonomike sa vjen bëhet akoma më e vështirë. Pra, edhe jo vetëm që bëhet situata më e vështirë, po dhe agresiviteti atyre që janë, po themi, trupave të gardës revolucionare të tjerë tash në shritur, edhe për shkak të luftës. Pra, nëse dikur edhe mund të bëjë një protestë paqësore, para një viti tash nuk ekziston diçka e tillë. Pra, nëse dikur mund të bëjë një kërkesë për një ndihmë nga shteti për situatën ekonomike, tash nuk mund ta bësh më një gjë të tillë. Që humbsi më i madh në këtë moment deri në këtë moment është populli iranian. Humbsi tjetër pasaj është pjesa po themi e ekonomisë botërore, në të cilën ne jemi duke paguar tani, ato që është çmimi i inflacionit për shkak të mbylljes së bërshitës së Hormuzit. Besoj e keni kuptuar të çmimi i naftës, apo të çmimi i energjisë elektrike, që është një çmim i cili ne jemi duke paguar në mënyrë të fshehtë. Pra, duket sikur nuk paguajmë gjë, por praktikisht paguajmë me financat tona atë që ndodh aty. Për sa i përket shtetet e veçanta, për momentin, një nga humbset e momentit është Kina, e cila kishte, po themi, mundësinë e marrjes së një nafte me çmim nën kost, pra me çmime shumë të ulët nga Irani, dhe për shkak të blokadës, në tashmë nuk mund të marri, dhe kjo do të thotë në një rritje të inflacionit edhe në Kina, po rritje edhe të, po themi, kostove të prodhimit, uljes së rentabilitetit, gjë që po shoqërohet dhe me krizë që ata kanë në real estate prej kohës, dhe mund të rëndoj pozitën e ekonomike të Kinës. Pra, për momentin ata që po fitojnë, mbi të gjitha janë industria e naftës amerikane, të cilat tani janë në nivele rekord të eksportit të naftës, sepse gjithë ato anije të cilat nuk gjejnë më naftë për shkak të mbylljes së bërshitës së Hormuzit, kanë kaluar në drejtim të gjuhit Meksikut dhe janë duke u furnizuar në rafineritë e Teksasit e tjerë me nivele rekord. Pra tash në këtë moment Shtetet e Bashkuara të Amerikës po eksportojnë naftë dhe gaz më shumë se sa Arabia Saudite, Katari dhe Rusia të marrë bashkë. Pra ato që është industria e naftës dhe e gazit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ajo e cila për momentin është duke patur fitime maksimale. Edhe një gjë që është e veçantë është që ndodhi në këtë rast është shkatrimi i strukturës së OPEC-ut. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan për dje që daljen nga OPEC-u, janë një nga vendet themeluese të OPEC-ut. Dhe OPEC-u është ai që është karteli i naftës, i cili përcaktonte pak a shumë të cilat ishin çmimet e naftës. Por Emiratet Arabe, duke parë që u goditën më shumë nga të gjithë nga ana e Iranit,
edhe më shumë se Izraeli, mbi Emiratet e Bashkuara Arabe ka rënë më shumë raketa dhe dronë se sa ka rënë mbi Izraelin. Edhe nuk pati asnjë ndihmë nga vendet e Gjirit, asnjë lidhja arabe për të mbajtur një qendrim ndaj Iranit, dhe në këtë moment vendosen që të dalin më vete. Ajo që i jep një mundësi Emirateve Arabe është që ka një tubacion i cili i bën bypass ngushtisë së Hormuzit dhe mund të eksportojnë direkt në zonën e Omanit poshtë. Pra mund të dalin pa patur nevojë, pra mund nxjerrin naftë pa patur nevojë të kalojnë në ngushtisën e Hormuzit. Dhe duke dalë nga karteli i naftës, në një farë mënyrë po shkatërrohet dhe ajo që ka qenë struktura dhe aleancat që kanë qenë në atë zonë, domethënë midis vetë vendeve të Gjirit dhe vendeve të prodhuesve të naftës. Gjë që do jetë shumë interesante për të parë në të ardhmen se çfarë konfiguracione shtjera politike mund ndodhin aty. Zotëri Tafani, faleminderit shumë për gjitha këto sqarime që i bërëm mbi këto çështje të cilat të drejtën janë në fokus të gjithëve, sidomos kohëve të fundit, meqense pikërisht nga konflikti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit janë prekur edhe vendet tona, e kam fjalën për rritjen e çmimit të naftës dhe inflacionit në përgjithësi. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e diskutimit. Faleminderit shumë zotëri Tafani, ndërkaq që nga